Ja gocani darka jon për sot. Unë kam bërë specka me salsicce, qep edhe domate të baçes time që i kam në ngrirje, në frigorifer. I kam përgatitur qeska gjithë bearin, edhe se unë kam një baçe të vogël edhe mbill gjëra në bear. Dhe ja si dolën. Këtë pjatë e kam përgatitur për Elianën, se ma kërkoi Eliana se kisha më tepër na 2 muaj që unë nuk e bëja. Këtu kam bërë dhe pak mish, si që bëjmë në Shqipëri, kështu kokla me pak verë, e lash me pak leng. Edhe këtu po përgatisim 2 kokra qep që i skuqëm, këtu po hedhim një speckë të madhe të kuqe për ta skuqur dhe këtë. Pastaj kam shtuar domatet, edhe i kam dhënë pak skuqe të gjithave bashkë. Kam hedhur 2 thelpinj urdhra në copëza të vogla dhe këtu kam përgatitur edhe salsicce në copëza të vogla. Edhe akoma do t'i skuq bashkë të gjitha, derisa ato të pinë ato lengun e domateve. Këtu kam prerë mishin, që e kam bërë në copëza të vogla dhe mishin. Ky është mish gici, është pjesa e qafës, se bëhet shumë e butë. Kisha kohë që nuk merrja mish gicit të vërtetën, edhe në ajo që vajtëm në një dyqan mishi dhe më pëlqeu se ishte gici i vogël edhe thash do marr pak, edhe mora vetëm pjesën e qafës se ajo vjen shumë e buta. Dhe në të vërtetë u kënaqëm. Guzhënjerja gatuan, po vardhëngan nuk ka. Ne akoma vazhdojmë me dietën. Juve çfarë na gatuat sonde për darkë? Këtu i kam shtuar dhe pak salcë nga ajo salca që shbenin nënat tona në Shqipëri, që e bënin me specka ose me domate ose përzier, se i jep një shije, të themi, jo një lugta më pak. I kam shtuar, këtu kisham shtuar dhe ujin, më falni, dhe këtu po përgatis koklat e mishit. Eliana sonde më ka thënë mama ti amo, në ajo që unë i bëra mishin që ajo preferonte dhe gjellën që ajo donte, se të them të vërtetën, fëmijët e mi gjellërat shqiptare nuk i kanë shumë qef, nuk e di pse nuk janë shumë pak, dhe kjo me specka me domate nuk është një gjellë shqiptare, po është e bënin në Siçili. Këtu po i shtoj rigonin. Edhe i kam shtuar dhe godën e verës. Në fund fare, më falni, kam hedhur dhe pak salsa di soja, se edhe ajo mbas që ka ikur alkooli i verës i gjithë. Ja si që shikoni, shumë pak, se s'kisha merr dhe më mbarovi. E doja t'ju thosha për fëmijët që nuk janë amës të mëdhenj që të themi që hanë shumë ushqim. Se shumë veta më shkruajnë qysh gatuan gjithë ato ushqim në darket, ne po mbajmë dietë e s'po bijmë dot. Juve ju duket shumë se normal, ajo video, kamera e telefonit ngjan, se ne gjithmonë kërkojmë që t'i marrim nga afër, edhe ngjan gjithaj ushqim. Në të vërtetë nuk është gjithaj ushqim. Çdo gjë është me gramaturë, edhe makaronat që ne bëjmë, më tepër 100 gram makarona për njeri nuk ka. Ju uroj gjithë të mirat edhe qofshi mirë dhe ju kam shumë xhan. Kjo ishte darka jote.